Enti rregullatori i ujit ka miratuar tarifat për rritjen e çmimit të ujit në qarqet Elbasan, Berat dhe Shkodër. Tarifat e reja do zbatojnë nga ky vit deri në 2029 në varësi të kërkesës së shoqërive rajonale të ujësjellësve. Rritja prek 6 bashkitë e qarkut të Elbasanit, 5 të qarkut të Beratit dhe 5 bashkitë e qarkut Shkodër. Sipas vendimit të ERRU, tarifat e reja për familjarët në bashkinë e Elbasanit rriten nga 40 lekë për metër kub në 60 lekë. Po 60 lekë për metër kub shkon çmimi edhe për abonentët familjar në bashkitë Librazh, Gramsh, Belç, Sërrik dhe Peqin. Në qarkun e Beratit, çmimi i ujit për familjarët rritet në 54 lekë në bashkitë Berat dhe Kuçov dhe në 50 lekë për metër kub në bashkitë Dimal, Poliçan dhe Skrapar. Çmimi i ujit është rritur dhe në qarkun e Shkodrës, megjithse enti rregullatori i ujit përgjysmoi kërkesën e shoqërisë rajonale të furnizimit, që ishte aplikimi i një çmimi nga 40 lekë në metër kub në 70 lekë. Enti në finalet vendosi çmimin 55 lekë për metër kub për abonentët familjar. Në të tre këto qarqe ka përfunduar reforma e shoqërive që nga ndarja sipas bashkive dhe në administrim të tyre kaluan në shoqëri rajonale të ngritura sipas qarqeve në varësinë e Ministrisë së Infrastrukturës.